Mendoj që vendi i shkrimit të mesazhit nuk është e rastishëm. Kjo për shumë arsye, edhe arsye politike, po dhe arsye gjeopolitike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sponsorizuese dhe shtetit Kosovës. Mirë, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata që në krye të institucioneve kur është bërë intervenimi i NATO-s kundër Serbisë, i ka pas thuajse njerëz të kyç, pjesëtarët hebrej. Ka qenë zonja Albright, ka qenë generali Clark, njëkohësisht ka qenë edhe kongresisti Elliot Engel. Mirë, po me këtë rast unë do ta falenderoja edhe kongresistin vitet 80-ta, kongresistin Tom Lantos, i cili si pari ka hap portat e çështjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht në atë formë është intervenu. Nuk do të me harru faktin tjetër që shumë republikanë dhe shumë demokratë, qofshin ata në Senat apo Kongres, janë me pljarë dhe hebreje, ose janë të ndikuar ose të sponsorizum për garat e tyne presidenciale, ose garat e tyne senatoriale, ose garat e tyne për Kongres, ose për pozicionit e caktuar shtetënore. Edhe ma pozicion, se një element tjetër që do të me shumë rëndësi me potencu është që gjysma e kabinetit Biden në nomenklaturën e kanuar ka qenë hebrej. Ne nuk duhet lejojmë këto gjëra të ndodhin sepse pasojat janë të jashtëzakonshme për shtetin edhe për kombin. Unë me këtë rast kisha apeluar bashkëpunim me miq, besoj që dakordohen që sa më apelojtja institucionet tona që sa më shpejt të zbulojnë kryesin. Mirë, po njëkohësisht nëse mund me zbuluar edhe ata nxitësit. Pse po them këtë? Po mund me kanë elemente radikale islamike, po njëkohësisht mund me kanë elementet ose dora zgjatore elementeve serbe, ruse e të tjerëve me qëllim që me bodama politike ose diplomatike shtetit edhe kombit tonë. Unë do ta lexoj një reagim publik, arsye pse po lexoj se zakonisht nuk e praktikoj, sepse është ngjarje shumë e fortë. Që e kam postuar në rrjetin social Facebook. Reagim publik ndaj një akti të dënueshëm dhe antisemitik. Në emër shoqatës miqtë e Amerikës dhe në përputhje me vlerat tona kombëtare, historike dhe qytetare, shprehim indignacion dhe dënimin më të ashpër ndaj një akti të papranueshëm antisemitik i cili u shfaq përmes një mbishkrimi të urryer me përmbajtje vdekje e Izraelit apo Death of Israel. Tek shtatore presidentit Bill Clinton në Prishtinë. Ky veprim i kryer nga individ apo grupe të papërgjeshme me motive të errta dhe të rrezikshme nuk përfaqëson as pak vlerat e popullit tonë. Përkundrazi, si shoqëri që mbështet paqen, tolerancën dhe bashkëjetesën, ndjejmë obligim moral e qytetarë të kërkojnë ndjesë publike ndaj komunitetit hebrej në Kosovë, në rajon dhe ndaj shtetit mik të Izraelit. Kjo ndjesë nuk buron nga ndonjë përgjegjësi kolektive, por nga djeshmëria jo njerëzore. Ndaj çdo forme urrëtie dhe përkushtimi ynë është përforcimi në marrëdhënieve ndërkombëtare. Kujtesa historike na rikujton me krenarisë gjatë Holokaustit kur shumë kombe dorëzonin e brejt
në duart të regjimit nazist, shqiptarët zgjodhen të strehojnë, të mbrojnë dhe të konsiderojnë se antar të familjes, duke vepruar mbi parimin e lashtë e të shejt të besës dhe mikpritjes. Prandaj ky akt i turpshëm nuk është vetëm një fyerje ndaj popullit hebrej dhe shtetit të Izraelit, por edhe ndaj tentativës për të njollosur identitetin dhe traditën tonë fisnike. Apelojnë fuqishëm tek institucionet e sigurisë, Policia e Kosovës, Agjencia e Inteligjencës dhe partnerët ndërkombëtar që ta trajtojnë këtë rast me prioritet të lartë, të hetojnë motivet, të identifikojnë dhe ndëshkojnë autorët e këtij akti provokues e destabilizues. Gjithashtu i bëjmë thirrje institucioneve më të larta të Republikës së Kosovës, presidentës, kryeministrit, kuvendit dhe ministres së punëve të jashtme që të ndërmarrin hapa konkret për hartimin dhe zbatimin e strategjisë shtetërore kundër antisemitizmit në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Zoti e bekoft misin shqiptaro-hebreike dhe qoftë përjashtë me aleanca jonë me popullin liridashës. Ishte ditë e diel, kur në mëngjesin e hershëm pam se ishte baltosur ikona apo legjenda e popullit shqiptar, Bill Clinton, sepse po të mos ishte Bill Clintoni ne sot nuk do të ishim këtu, dhe po të mos ishte edhe shteti i Izraelit ne s'do të ishim këtu. Dhe ashtu siç e kam njoftuar në postimin në faqen time në Facebook se do të sjellë sonte një dokumentar ekskluziv në televizionin e Arbërisë, ashtu edhe do të ndodh ku armatimet e para të cilat erdhen nga shteti i Izraelit sonte do të shihnin një pjesë prej 3 minutash një video të shkurtër, pasi që pjesë tjera do t'i ruajmë për kohë të tjera. Dhe gjithë ai armatim kishte ardhur enkas për ushtrinë lirimtare të Kosovës nën prekrajën e këtij këtu lart sot ku e kem prapa. Dhe çdo njeri duhet të ndihet krenar me ato se çka ka bo Izraeli për vendin tonë. Sikur se zonja Albright, sikur se zotri Clark, apo edhe senatorët të ndryshëm të cilët ishin me prejardhje hebreje, po ashtu edhe vetë prejardhja zotrit Bill Clinton është që ka pjesë të përbërëse me ta, ishin që na dhanë ndihmën më të madhe të mundshme që ne sot të jetojmë, të frymojmë në vendin tonë. Andaj, këto dy figura duhet të distancohen njerëzit nga to dhe të mos i prekin. Uroj organet që sa më parë ta gjejnë personin të cilin e ka bo edhe shtincin që e ka shti personin me bo. Se na nuk kem nevojë askush me na dëmtu këto dy figura sepse janë unike për ne. Dhe janë figura që na kanë sjellë lirinë, të cilët i kanë ndihmuar dhe shërimtarët tonë sot ku i kem këtu mesin tonë si Rikojnë, si ashtu edhe veterant e Kosovës zotrin Bajram Çelin, që është një shërimtar edhe pjesë e luftës, dhe që të gjithë ta ishin të furnizuar edhe me armatime nga ta, që ta luftojnë për vendin tonë. Këto janë provokime, po ne nuk do të bim në provokimet e tyre, pasi që mendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ne veç që kemi krijuar shtetin tonë, është policia që do të merret me to, është policia që ka merret me to, falë Zotit komplet ky vend është nën kamera, dhe ai nuk do të ketë vonim. Nuk do të ketë vonim, se pështim nuk ka, do të kapet. Pasi është nën kamera dhe shteti do të merret me to, ne nuk do të bim provokimet e askujt, sepse s'kem nevojë. Ne do t'i mbrojmë vlerat tona, një prej vlerave tona më të larta, që mund të cilësohet sikur se heroi ynë, legjendar Adem Jashari, Gjergj Kastrioti është edhe Bill Clintoni që na kanë ndihmuar në çlirimin e kësaj vendi. Është respekt për ata të cilët na kanë dhuruar lirinë. Pasi që ne nuk e kemi fituar lirinë, ne kemi dhurat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhet ta nderojmë, ta respektojmë dhe asnjëherë në asnjë moment të mos e harrojmë, sepse ishte Billi me shokët e vet të cilin na dha lirinë. Se ne e dim 1 milion vet kemi qenë bllocë. Edhe ato xhirime që e kemi çu vënën e kemi ikë në bllocë, edhe ato xhirime ku i kemi lënë nanat vet, ku i kemi lënë gratë vet në durë të serve, sonte një pjesë do t'i prezantoj. Jo të gjitha, po do t'i prezantojmë, që t'ja rikujtojmë memorien se ku ishim në vitin 99. Kështu që nuk është në rregull dhe as nuk është mirë që t'i harrojmë ato çka kemi përjetuar. Do të jetë nga ora 21 sonte. Do të jetë ekskluzivisht një pjesë prej 3 minuta e pak që do të jenë pjesë nga të gjitha vendet, se si është shkatruar vendi dhe se si merrte urdhër zoti Bill Clinton që të na çlironte. Gjithashtu edhe armatimi i ardhur edhe deri në destinacionin e fundit që ishte në 5 bazat e para çlirimtare në Has, në Vlahën, në Kishaj apo në zona tjera të Pashtrikut.
Deri në atë destinim ne do ta bëjmë prezantimin atij armatimi që erdhe po pikërisht nga ata që thërrisnin vdekje për Izraelin. Kështu që ne duhet jemi falënderues ndaj shtetit të Izraelit, gjithashtu edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot as ju nuk do të ishin në punë tonë dhe as unë nuk do të isha këtu. Mesazhi është që nga vendi i shtetit Kosovës, nga toka shqiptare, nga toka e popullit Kosovës, dërguar një mesazh popullit amerikan që ne e ndrum flamurin e juaj, respektojmë flamurin e juaj për atë që keni bërë, mirë, por nëpërmes një veprimi i dërguam mesazh shtetit të Izraelit, si dhe gjithë shteteve perëndimore, që 90% popullit shqiptar janë pro dhe të gjithë qytetarët, pa dallim feje, pa dallim nacionaliteti, janë gjendje me mbrojt vlerat edhe shtetin e Kosovës. U adhuroj flamurin që ishte vendosur me shumë kënaqësi. Ju priste mora, urime shumë suksese misioni juaj fesnik në informimin, edhe Zoti i bekov popullin tonë. Komin tonë, Zoti i bekov gjithë aleatat tonë, edhe ata që punojnë për neve. Mos harrojnë që ne jemi dhe di shumë çka kanë bërë, çka po bojnë, ne çka do të bëjmë. Për gjithë ata që veprojnë për interesave tona, nëse jo ne këtu, fëmijët tonë kanë me ditë me bëj veprime ndaj shtetit tyne, ndaj kombit tonë. Faleminderit. Respektojmë. Faleminderit.